shkencëtari më i madh nuk është Einsteini për mua, është Nikola Tesla. Nëse unë thash citova Einsteinin. Se ç'a bënte Nikola Tesla? Nikola Tesla flinte gjumë, çoheshin mes natës, ngrihej ju vinte atyre në torneri, në ku kishte ato raportet, shpejt ja bënte, nuk vizatonte asgjë, s'dinte të vizatonte. Po tërë shpiket më të mëdha në botë, domethënë më të mëdha që punojnë makineri në fushën e elektroteknikës, në fushën e mekanikës, dinamo që kemi në për makinat gjitha, ai ka bërë atje, ka thënë bëj një skatull kaq, jo edhe një çik më të madhe, as nuk e di se sa centimetra, dhe pak më të madhe i thot, po aty, bën torno i thot, bëhet, tash do t'i bësh një muzo këtu, do t'i bësh një kështu, kaq kështu, e bënte dhe dilte dinamoja, dilte generatori, domethënë me intuitë çdo gjë, domethënë me vesh. Tash nuk ka vlerë ky Nikola Tesla mos jetë gjaku jona, ka një lidhje me ne ky apo ja? Ja. Po për ta bërë çka Nikola Tesla. Po ka, nga Lika e Kroacisë është. Është katolika që. Atëherë fillojmë. Në vitet 80 Fred Sako ka rroba me veshje shqiptare. Deri Tomas Torres i bot gjysmë shqiptar. Një minutë. Në vitet 80